Dua të filloj këtu për duke u falënderuar për rizgjedhjen tuaj, për besimin që morët, që është e rëndësishme për ju dhe për ne të gjithë, sepse është ky mandat që do na lejojë të vazhdojmë këtë agenda kaq ambicioze, të dëshiruar nga vendi që prej kaq vjetësh. Dhe ju falenderoj për organizimin e CPS, që është samiti i parë i bërë në rajonin e Ballkanit. Faleminderit për këtë, për pritjen tuaj, si dhe për vazhdimin që do bëjmë së bashku. Ju e thatë që marrëdhënia jonë e dyanshme është e strukturuar ndërmjet disa ambicjeve, së pari, sepse në vjeshtën e 2024 filluam dhe po merr formë. Në të vërtetë, ne kemi vendosur së bashku në atë moment për një politikë inovacioni dhe bashkëpunimi të shtrënguar. Jam shumë i lumtur që pash promocionin e parë të shkollës 42, marrëveshjen për Green Eye shqiptare, e mbështetur nga Franca, që është një nga akset e rëndësishëm të këtij partneriteti. Dhe ajo që ishte vendosur në vjeshtën e 2023-shit u bë fakt. Shkolla 42 është një realitet, promocionet e para kanë filluar dhe ne mundohemi të transformojmë gjërat krahasues. Në të njëjtën mënyrë, ne kemi vendosur për Liceun Francez të Korçës, gjithçka ishte vendosur është bërë, studimi paraprak është bërë, ne do vazhdojmë të ta përshpejtojmë. Bashkëpunimi universitar, partneriteti ndërmjet Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Teknologjik të Kompjenjës po bëhet realitet dhe avancon. Më vonë vendosëm në prill të 2024 kur erdhët në kornizën e referencës në fushën ekonomike, projekti prioritar, menaxhimi i ujit, turizmi, bujqësia, me shumë aktorë francezë që më kanë shoqëruar ka një vit e gjysmë dhe që sot janë duke u shtrirë në për projekte ndërmjet nesh. Ju e rikujtuat, projekti kulturor që e duam, atë që do vizitojmë pak më poshtë dhe bashkëpunimet e shumta. E gjithë kjo për të thënë që deklaratat e kaluara para jush u bën realitet tani. Kemi avancuar gjithashtu në temat e mbrojtjes. Kjo është shumë e rëndësishme. Ministrat tanë nënshkruan dje marrëveshje dhe partneritete shumë strukturues. Ne do të vazhdojmë në të gjitha fushat me kapacitet të mirë. Radarët e mbikëqyrjes, bashkëpunim për strukturim aeror. Përtej kësaj, ne kemi vazhduar sot të vazhdojmë dhe për të pasur akoma më shumë aktorë francezë në infrastrukturë, në menaxhimin e ujit, të mbeturinave, prania jonë në projekte shumë strukturues për të gjithë rajonin dhe e ndaj bashkë me ju këtë agenda shumë pragmatike dhe shumë ambicioze. Franca do jetë krahasues për kapacitetin e financimit dhe për ndërmjet këtyre operatorëve të mëdhenj industrial. Ju folët. Më shumë se 300 milion janë bërë tashmë. Bëhet fjalë për projekte urgjence, për energjinë, për turizmin e qëndrueshëm dhe për rajonin e Korçës, që është djepi historik i frankofonisë në Korçë, në Shqipëri. Ne kemi vendosur këtë që nga vjeshta 2023-shit me të njëjtat ambicie. Përtej kësaj marrëdhënie dypaqe, ne kemi dëshiruar të shkojmë edhe më larg dhe më fort. Është vendi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që është i rëndësishëm. Dua ta rishpreh këtu bindjen e plotë që kam, që shpreha gjatë vizitës së mëparshme për ribashkimin e kontinentit evropian për të bërë ballë sfidave të përbashkëta. Shqipëria ka treguar udhën, ka bërë avancime shumë të mëdha këto kohë të fundit. Ka bërë shumë blloqe kapitujsh të negociatave. Unë kam besim të ajo që do të bëni ju. Dhe jam shumë i lumtur për mandatin shumë të qartë që keni pasur. Udha e Shqipërisë është shumë e qartë drejt BE-s. Reformat ambicioze që po bëni dhe pas këtyre reformave dhe këtyre blloqeve negociatash që duken shumë teknike për bashkëadhetarët tuaj, është një
udhë është aventurë që është shumë sensibil. Folëm pak mbrëm për këtë udhën europiane. Franca do jetë krahasues për të shoqëruar në këto reforma dhe për të mbrojtur dhe për të shoqëruar në mënyrë që meritat tuaja të njihen nga të gjithë dhe që agjenda të mbahet. Sepse ju do mbani agjendën tuaj dhe ne do ta mbajmë tonën. Për këtë perspektivën e 2027-s, që nuk është vetëm një perspektivë, por një realitet. Të paktën që nga fillimi i mandatit tim të parë dhe ristrukturimi i 2019-s me strategjinë franceze për Ballkanin Perëndimor. Destinacionin i këtij rajoni dhe Shqipëria tregon udhën në mënyrë të shkëlqyeshme. Për këtë doja të ish i pranishëm përveç CPS, për t'ju rishprehur besimin që kemi për udhën drejt Europës dhe besimin e Francës për këtë udhë europiane që do bëhet realitet. Faleminderit zoti kryeminist për pritjen tuaj dhe faleminderit shumë për miqësinë ndërmjet dy vendeve tona.